drejt për së drejti në përmirësimin e tij. Dhe një nga rastet ishte ky që ju treguat. Kam bërë tryeza, mund ta shikoni edhe në faqen zyrtare se këta të stafit tim, unë si kam me shumë merak këto, po i kanë shumë merak që tim. Unë për shkak të punës e kam merak të ndjek të gjithë. Kanë merak të nxjerrin dhe me thënë drejtë unë nuk është se i shikoj edhe vetë shumë, po meqense është një gjë që është normale, është një lloj mënyrë komunikimi e kohës, kanë të drejtë ata dhe jam nështruar disiplinës tyre në këtë aspekt. Po të shihni aty, kam bërë disa takime të saj natyre dhe pikërisht kam diskutuar tema përveç këto tema dhe përveç faktit që kam shkuar dhe jam konsultuar me profesionistë të fushës. Më kuptoj. S'është asnjëherë keq të konsultohesh me ata që janë më të zotët dhe ekspert në një fushë të caktuar. Pavarësisht se ne këtu, sidomos në politikë, jemi të gjithë ditur, si që shikoni ju në këto studio tuaja, po edhe si që na dëgjoni dhe ne atje në parlament. Me që jemi të ligjet, sa i përket hetimit të krimeve zgjedhore, strukturës të ngritur posaçërisht, kemi deri tani sipas informacionit zyrtar 44 kallëzime penale për parregullsi. 20 procedime të hapura, zonat më të nxehta janë Fieri, Dibra dhe Tirana. Një denoncim i ngjashëm do të bëhej, u tha dje në këtë studio, edhe nga zoti Belind Këlliçi dhe aty përmendej dhe emri juaj dikush që është në strukturë shtetërore, nuk e di nëse regjia më ndihmon. Ja, ky është postimi që ai vet ka bërë në rrjetet sociale. Dëgjoj, ma dhan. Po, është keq kur shpia të kthehet në profesion. Është shumë keq. Është shumë keq. Është rasti i përsëritur te ky djali. Gjithsesi është zgjedhja e tij. Unë do ta këshilloja që është zgjedhje gabuar. Ai është një denoncim që ati ka ardhur në rrjetet e veta sociale, nga një qytetari thjesht. Mund të vinë shumë gjëra, apo mund sa jo shumë gjëra, po duhet të jesh shumë i kujdesshëm, sepse ajo që mund të duket një gjë e ardhme, mund të jetë një shpifje e rëndë publike. E kuptoj. Dhe në rastin konkret, kjo është për të qeshur për të qartë, fakt se unë gjëja e parë që bëra hapa telefonin për të parë që ishin në telefonin tim këta dy njerëz se nuk i njihja, nuk ashtu. I pash si kisha. Pyeta stafin, më thanë jo. Nuk janë dhe nuk ka qenë kurrë pjesë dhe ekipeve tona në këto të pakën në këto 10 vite që jam unë që merrem me punë me politikë dhe me Partinë Socialiste. Dhe aty mësova kush ishin që këta ishin punonjës në Bashkinë e Tiranës, mos gaboj njëri nga ata apo të dy nuk e di tashti, cilët s'kishin asnjë lidhje me mua personalisht, zero lidhje. Asnjë lidhje me ekipin tim. Kështu që gjitha këto janë realisht gjëra që të lënë shije shumë të keqe. Shumë të keqe. Të bësh politikë bazuar në shpifje është një gjë, nuk dua të them ndonjë fjalë tjetër, po e lë këtu është një gjë që tregon shumë për nivelin mjeran të politikës. Zoti Xhafaj, në këto zgjedhje ka një të veçantë që ndoshta është evidentuar më së shumti se mund të ketë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara. Ju me eksperiencë të theksuar në politik jeni në listat hapura dhe ata pa eksperiencë janë në listat të mbyllura. Kjo u tha se ishte një strategji e kryetarit për t'i dhënë një dorë më të mirë fushatës nga ju që jeni me eksperiencë, po për t'i dhënë dhe një mundësi atyre të rinjve të cilët patjetër nuk e kanë eksperiencën tuaj për të fituar votat. Po kjo dashur pa dashur ka nxitur një lloj, se nuk më pëlqen ta them luftë, po nuk po gjej një fjalë të duhur, jo me konotacion negativ gjithmonë, një luftë brenda llojit, se të gjithë ju do doni të fitoni mandatin e deputetit, kështu që ju të gjithë luftoni për veten tuaj. Ju e ndjeni këtë? Spari kjo nuk është një shpikje e kryetarit. Ky është një detyrim që buron nga sistemi. Patjetër. Palët zgjodhen këtë sistem. A është ky sistemi më i mirë që edhe që mund të zgjidhej? Nëse të më pyesin mua, do thoshja jo. Por, sa kohë që është një gjë e dakorsuar, sa kohë që është një sistem që nuk është që gjende edhe në vende të tjera, le ta shohim, ta testojmë dhe mbase rezulton i dobishëm për momentin në cilin gjendet shoqëria jon, politika dhe realiteti i përgjithshëm shoqëror. Dhe kësaj ky sistem nënkupton vetëtiu një lloj garë ndërmjet forcave politike, po duhet të quajmë betejën elektorale, pavarësisht se për mua nuk është term i përshtatshëm,
nga në një rafsh, por në një rafsh tjetër edhe atë që unë do të quaja konkurim elektoral. Pasaj, nëse sillen të gjithë si një konkurim elektoral, apo dikush dëshiron ta konsideroj si një luftë këtë gjë, kjo është një çështje tjetër. Unë, personalisht, ekipi im e konsiderojmë të si një konkurim elektoral brenda këtij sistemi dhe në funksion të rezultatit final para së gjithashtë të Partisë Socialiste për numrin 5 në listën zgjedhore të qarkut Tiranë dhe në funksion të rezultatit të tim për të që garoj në listën e hapur për të qenë fitues brenda listës së Partisë Socialiste. Dhe në këtë kontekst jemi përpjekur që të ruajmë jo thjesht vetëm konturet ligjore, detyrimet që rrjedhin që nga vetë sistemi, po të ruajmë edhe rregullat etike në këtë konkurim të brendshëm ndërmjet nesh. Nuk është lehtë, sepse unë shumë përfaqësoj nga pikpamja territoriale kam një zonë shumë të vogël, sa që ndërkohë kolegët mi kanë zona me 5 herë më të mëdha se mu, dhe kanë më të lehtë nëse unë do isha në vendin e tyre sigurisht. E kuptoj, po ju merrni votë nga i gjithë qarku. Në këtë rast unë jam akoma më i detyruar bashkë me ekipin tim të luftojmë për të marrë vota në të gjithë qarkun, për të marrë vota dhe në territorin ku nga pikpamja e kujdesit për rezultatin final është një koleg tjetër. Ne jemi të ndryshëm kur kujdesemi për rezultatin final, pra punojmë në një territor të caktuar, por jemi të njëjtë në mënyrën se si veprojmë kur është fjala për konkurimin edhe për të marrë vota në të gjithë qarku. Unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Dhe besoj do kemi raste të ritakojmë sërish në studio. Patjetër.